Personi që ti e do, sot ka folur për ty pa e ditur ti. Diçka ka ndodhur, diçka aq e vogël dhe e padukshme sa mezi mund ta kishe vënë re, por megjithatë mjaftueshëm e fortë për të prekur zemrën tënde. Ndoshta nuk ke marrë asnjë telefonat, asnjë mesazh, asnjë shenjë, por diku, në një moment të rastësishëm, emri yt i ka dalë nga buzët jo me qëllim, jo me vetdije, por thjesht sepse ti ende jeton në zemrën e tij. Sot ai person tha diçka që e kishte mbajtur brenda për një kohë të gjallë. Tha, nuk e di pse, por ende mendoj për të. Pa fshehje, pa mohim, pa përpjekje për ta shtypur. Vetëm një pranim i ndershëm që nuk mund të nxjerrë nga mendja. Ndonjëherë ti shfaqesh pa pritur në mendimet e tij në çaste qetësie ose në mes të ditës së zakonshme. Emri yt kumbon brenda ti si një jehon e butë që nuk shuhet kurrë plotësisht. Pastaj tha, ajo ishte ndryshe. Nuk kam takuar më kurrë dikë si ajo. Dhe në ato fjalë kishte vetdije. Ai kuptoi çfarë kishte humbur. Çdo takim i ri krahasoi me ty shikimin tënd, mirëkuptimin tënd, qetësinë tënde, mënyrën tënde të thjeshtë të qenit aty. Asnjë nga këto nuk i gjeti më. Sot ai e di që ti ishe unike, që nuk mund të zëvendësohesh. Me zë të ulët, pothuajse si një përshpëritje, erdhi rrëfimi, ndonjëherë më mungon. Jo lehtë, jo sipërfaqësisht, por thellë, sinqerisht, në mënyrë të pashmangshme. Ai donte të dukej i fortë, të vazhdonte përpara, t'i binte vetes se nuk kishte nevojë për ty. Por zemra kujton atë që mendja do të harrojë. I mungon e qeshura jote, paqja jote, butësia jote. I mungon mënyra si e doje pa kërkuar asgjë, si i shije gabimet e tij dhe përsëri e zgjidhja atë. Dhe më në fund erdhi fjalia që i theu zërin, do të doja ta kisha trajtuar më mirë. Në atë çast ai kuptoi se kishte bërë gabime, se i ishin dhënë mundësi që nuk i meritonte dhe se tani është tepër vonë për t'i marrë përsëri. Ai e di që ti qëndrove, ndërsa ai të largoi. Sot ai e shprehu pendimin e tij. Tha se duhej të kishte vlerësuar më shumë, se duhej të kishte qenë aty për ty, se duhej të kishte dhënë të njëjtën energji që ti dhe atij. Duhej ta kishte mbrojtur zemrën tënde në vend që ta lëndonte. Këtë faj ai e mban me vete, edhe pse nuk flet kurrë për të as me veten. Por sot i shpëtoi. Sot pranoi se duhej të kishte trajtuar më mirë. Pastaj tha, nuk e di nëse ajo ende mendon për mua. Në atë fjalë kishte frikën se nuk e di më çfarë ndodh në zemrën tënde. Nuk e di nëse ende të intereson për të, nëse ende e shikon telefonin me shpresën për të parë emrin e tij, nëse ende ndjen diçka kur dikush flet për të. Ai ka frikë se të ka humbur për gjithmonë. Kjo frikë, kjo pasiguri, kjo dëshirë e heshtur ishte arsyeja pse sot ai foli për ty. Me qetësi, pothuajse si një rrëfim, erdhi fjalia. Nëse ndonjëherë marr edhe një mundësi tjetër, këtë herë nuk do ta humbas. Jo një fjali e fortë, e sigurt, por një e vërtetë e lindur nga dhimbja dhe malli. Ai dëshiron një shans të dytë, edhe pse nuk e di nëse fati do t'ja jap, nëse ti do ta pranoje, nëse dera e zemrës tënde është ende e hapur apo u mbyll atë ditë kur ai iku. Por ai e tha dhe në ato fjalë kishte kuptim. Tani ai e di sa shumë vleje vërtet. Pastaj, me një ton më të butë, tha, pyes veten si është ajo. Ai mendon nëse je e lumtur, nëse ha mirë, nëse flen në paqe, nëse ende i përballon betejat e tua vetëm. Pyet veten nëse ende buzëqesh njësoj, nëse ende mendon shumë natën, nëse dëgjon të njëjtat këngë, nëse ende ëndërron për një të ardhme me dikë të cilit mund t'i besosh. Dhe po pyet veten nëse tani dikush tjetër të do më mirë. Kjo mendim i shtrëngon zemrën. Shpresoj të jetë mirë, me të vërtetë. Ky ishte momenti kur dashuria e tij u bë përsëri e dukshme, pa u fshehur. Sepse pavarësisht çfarë ka ndodhur, pavarësisht sa kohë ka kaluar, ai ende kujdeset për ty. Të dëshiron shërim, rritje, paqe dhe gëzim. Kjo është forma më e pastër e dashurisë, të dëshirosh lumturi për dikë, edhe kur nuk është më yti. Dhe më në fund tha, ndoshta fati do të na bashkoj përsëri një ditë. Jo sepse është i sigurt, por sepse shpreson. Shpreson për një moment të papritur, të qetë dhe magjik,
kur të takoheni përsëri. Një buzëqeshje pa plan, një bisedë pa frikë, një takim ku shërimi zëvendëson dhimbjen. Ai beson se dashuria si e juaja nuk zhduket thjesht. Mund të pushoj, të fshihet, të ndryshoj, por nuk vdes. Fjalia e tij e fundit ishte më e sinqerta nga të gjitha. Fjalët që e bën dhomën të heshte. Shpresoj që ajo e di që kur nuk pushova së kujdesuri. Dhe kjo është e vërteta. Pas çdo heshtjeje, çdo distance, çdo hezitimi ai është kujdesur. Ai kujdeset ende. Dhe një pjesë e tij gjithmonë do ta bëj. Ti nuk ishe thjesht dikush në jetën e tij. Ti ishe një kapitull ku ai kthehet, një kujtim që e mban me butësi, një histori që ende e bën të ndiej. Dhe sot më në fund foli për ty jo nga zemërimi, jo nga dhimbja, por me dashuri, butësi dhe pendes të sinqertë. Sepse e vërteta është e thjeshtë, ti ishe e rëndësishme. Ende je, dhe ndoshta gjithmonë do të jesh.